Dhe Partia Demokratike ka dhe statut, ka dhe Sali. Ka dhe Shefqet. Po, shumë gjetje e bukur. Çështja është motivimi nga doli, inspirimi nga dolindi. Ai numri i madh i mos pjesëmarrjes njerëz në zgjedhje, ku do dalë dhe këto vota. Ilir, a pret ti që partia që ka lindur në vitin 1990 me premtimin që do fusi Shqipërinë BE, në zgjedhjet e fundit, me të vetmin premtim publik që kishte Edi Rama, që thoshte BE. Tjetër muhabet sa e fut sa se fut, se do unë e di që është vullnet zgjerimi, nëse ka vullnet apo jo. Këta gjithë fushatës nuk thanë një llafë. Ka lindur me këtë gjë më po. Pa, ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Prandaj po them ka nevojë për një reflektim të thellë. Siç ka nevojë për reflektim të thellë ta filizat e vegjël që lindën gati të ngordhur nga zgjedhjet e reja. Nga një deputet secili. Pse? Sepse duhet lexojnë edhe këta ligjin zgjedhor. Ligji zgjedhor imponon nevojën e krijimit një poli tret në politikën e Shqipërisë. A mendon se do të ndryshojë ligji zgjedhor? Sepse nuk e ndryshon Rama dhe Berisha ligjin zgjedhor, vetëm po e ndryshoi vetë Rama. Po bëri 94 vota. Si mund gjeti rrugë për ta ndryshuar? Po shiko, duhet ajo shumica kushtetuese magjike për 94 votash. Rama i ka 83 tash. Duhen edhe 11 deputet tjerë futen aty dhe e ndryshojnë. Nëse do Rama, ky sistemi i përshtatët të Ramës është perfekt. Nuk ka pse të ndryshojë. Po nëse do, por këto partitë e tjera duhet ta lexojnë dhe duhet bëjnë qendër. Pse? Sepse nëse duan ndryshojnë vërtet. Parti dhe pronar partish thotë. Po këtu vetëm parti dhe pronar partish kemi. Për ca pronar tjerë partish nuk ka nevojë vend. Mbaj këtu, se kjo është shumë interesante. Ju thatë që nëse partitë e vogla do ishin bërë bashkë, do të kishin prodhuar sot 12-17. Do kishin prodhuar deputet në Korçë, në Vlorë, në Fier, në Elbasan, në Durrës, në Tiranë do kishin prodhuar një 3-4 më shumë. Do kishin prodhuar edhe një tjetër më shumë në Shkodër, edhe një në Lezhë. Tani. Këtë thon shifrat, jo Lirkulla. Tani, jam dakord, e kisha tjetër kund. Këta nuk u bën bashk pikërisht për këtë që thatë ju. Dhe si mund të jenë të ri këto, kur këta para se me marr fuqi politike, nuk u bën bashk, por u zin kush do të për pronar të ri partish. A është kjo një... Tani, se cili ka nga i shansë, besoj që herën e parë nuk e dinin, po herën e dytë. Ti mendon se do ndryshojnë herën e dytë? Mendon se llapaj me atë demagogji që ka, me atë delirim që ka, bën ai bashkëpunim, ose sheh, unë po flas. Nuk merre me këtë pjesë. Duke studiu, nuk merre me këtë pjesë. Dhe aparencën e tyre në faqet politike. Nuk merre me këtë pjesë. Unë i kam thënë Adriatik Lapajt para 2 vjetësh, në një bisedë personale, i kam thënë që nëse ti do të hysh kësaj rruge, kjo rrugë ka një sakrifisë të madhe. Duhet shkosh të flesh në çdo fshat të Shqipërisë pakën nga një natë. Ti prekësh, ti njohësh njerëzit e tjerë. Dhe kam kohë që se kam takuar, s'kam folur, besoj që pas zgjedhjeve do mund të takoj një ditë për një kafe. Nuk mund të bësh ato që duan të bëjnë ata, pa lexuar realitetin në terren dhe pa lexuar qartë ligjin zgjedhor. Ligji zgjedhor imponon një pol të tretë. Nëse ata nuk bëhen poli tret, ata destinacioni i tyre është të shuhen nga 2 partitë e mëdha. Se ky sistemi zgjedhor në Shqipëri. Bipolarizmi politik në Shqipëri është i qartë dhe është me konsensus dhe është që nga 2008. Pra nuk ka lindur sot. Dhe mos harrojmë, ky bipolarizëm nuk lindi si Rama Berisha, po lindi si Berisha Rama. Berisha Rama.